Specialistët e seksionit për hetimin e krimeve ekonomiko-financiare të Drejtorisë Vendore të Policisë së Vlorës ekzekutuan vendimin e gjykatës së apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm Tiranë për shtetasin Erion Berberi, 48 vjeç banues në Tiranë, i cili është dënuar me 5 vjet burgim për veprën penale krimi skemave mashtruese lidhur me tatimin mbi vlerën e shtuar, kryer në bashkëpunim. Ky shtetas është vetë dorëzuar në Drejtorinë Vendore të Policisë së Tiranës në datën 1/3/2026. Specialistët e seksionit të trafikut urban dhe interurban në Drejtorinë Vendore të Policisë së Vlorës referuan materiale në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasin HH, 28 vjeç banues në Himar, pasi në Porto Palermo automjeti që drejtonte është përplasur me automjetin me drejtues shtetasin MM, 52 vjeç banues në Kosovë. Si pasojë janë dëmtuar lehtë 5 pasagjerët. Specialistët e seksionit për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë së Vlorës referuan materiale në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasit IZ, 26 vjeç, DZ, 25 vjeç dhe MM, 72 vjeç banues në Vlorë, pasi janë konfliktuar fizikisht me njëri tjetrin për motive të dobta. Gjithashtu gjatë konfliktit shtetasi MM ka dëmtuar me sende të forta xhamin e automjetit të shtetasit IZ. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë së Vlorës për veprime të mëtejshme.